Zero fitime për fermerët që kultivojnë shalqinin në fushë të hapur këtë vit bujqësor në Divjak. 850 hektar të mbjella me kulturën e shalqinit në fushat e Divjakës këtë vit bujqësor janë furnizuesit kryesor të tregut vendas, si edhe tregut rajonal. Prej disa ditësh, kur ka arritur kulmin e prodhimit dhe pjekja teknike e shalqinit, çmimi i shitjes ka rëndjeshëm. Aktualisht, tregu i shitjes me shumicë në Divjak ka qenë i mbushur me shalqi dhe çmimi varion sipas cilësisë, nga 70 deri në 100 lekë të vjetra për kilogram. Fermerët shprehen se kanë 3 ditë që dërgje në treg pa arritur të shesin asnjë kilogram. Sipas fermerëve, situata është më alarmante për prodhimin që është në përfusha, pasi për shkak të temperaturave të larta, po kalon në tej pjekje çdo orë që kalon dhe nuk vlen më për treg. Pikat e grumbullimit mbi 34 të tilla, të cilat tërheqin sasira tepër të vogla, madje ka edhe nga ato pika që i kanë mbyllur dyert. Mendimi është që kompanitë eksportuese të rajonit dhe Mëgjer kanë gjetur tregje jashtë Shqipërisë, ku kostot e prodhimit dhe për rrjedhoj edhe çmimi është më i ulët se sa në Divjak. Mesatarja ikën qysh tek i 15 deri ke 100. S'kemi interes fare për çfarë bëjmë. Ku do të përplasesh? Ky ka ngelur hallkë fundit. Ja, unë për vetë kam ditën e dytë sot se kam shitur, kam atë mallin përballë. Se kam shitur. E majta 120, sere ngeli. Sot e thëmë 100 pak, zë njeri. Kështu që jemi maruar, me thonë drejtën, mos I bëjmë qevi vetës. Qa interesin e nuk gjemë dhe këtona me këto. A vajtë zero fare. U s'ka stregnin, s'ka stërhegjes. Mirë, 12 lekë. Nuk ka tërhegje, nuk shumë problem. Ja, pika këtu është nuk po merë. Të gjithë pikat përmajnë nga pak, jo se përmajnë shumë. Ditën e tretë, edhe jashtë arqiri lartë është. Çmimi shumë mirë vara, ku të shkoj me 100 lekë, me 90 lekë, me 80 lekë. Mil kotë, rrok kotë si për tokët. 650 lekë I shfidani. Pa shërbime të gjitha. S'le, asnjë kokë lego, dhe me humi me 100 lekë. Po prodhimi tjetër që është parcela, po. Do ta han vete? Do je dielli sa merr njeri. Sa afërmi kjo dukuri negative e këtij viti do të thellohet edhe më shumë, pasi janë edhe 2 zona të tjera mjaft mëdha që mbjellin mbi 500 hektar, si zona e Njimshtës dhe e Tërbufit, që ka nisur të hedhin në treg sasitë e para të shalqinit, në një kohë ku miraton mbeten ende në fushat e Divjakës.